Problemi ka kahmosshëm dhe i shumë diskutuar me parkingu në qendrën klinike në Shkup u riaktualizua edhe nga Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Ai premtoi se fillimisht do të angazhohet për të gjetur një zgjidhje afaqshkurte, që më pas të kalojnë në atë afagjate. Ai shtoi se nuk dihet as sa vende parkingu janë, prandaj tha se do të bëjë një analizë dhe më pas do të kalojnë në veprim, duke theksuar se kanë disa ide, por ende nuk kanë një zgjidhje. Vistina infrastruktura. E dim që një nga problemet kryesore të infrastrukturës përveç ndërtesave dhe brenda klinikës është edhe parkingu. Fatkeqësisht parkingu nuk është as i hartuar, do të fillojmë nga hapat bazë të infrastrukturës për të parë se sa vend parkime ka. Me një analizë të thellë do të shohim se sa pacient ka, sa punonjës dhe do të dalim me një zgjidhje afaqshkurte. Çështja e parkingut të qendrës klinike ishte shumë aktuale edhe në kohën e paraardhësit të tij, pasi ishte nënshkruar një marrëveshje fillestare me një kompani nga Shqipëria, Gjoka Construction, për ndërtimin e një parkingu të ri, por më pas marrëveshja u anulua pas reagimit të opinionit se kompania nuk i plotësonte kushtet për të bërë një gjë të tillë. Madje disa zëra jo zyrtarisht thanë se pikërisht kjo kompani ishte mollsherrri për prishjen e raporteve të qeverisë dhe ish-ministrit Arben Taravarit. Ndërkohë, Ministri Aliu sot foli edhe për spitalin e Koçanit, për të cilin bëri me dije se do të investohet në të dhe do të bëhen punësime të reja edhe atje, por edhe në për spitalet e tjera. Ndërkohë, në Koçan do të ketë një qendër për të rinj, e cila do të jetë një hapësirë e re për shoqërim, gjimnastik dhe aktivitete kreative, për të argëtuar të rinjt e prekur nga tragjedia në Koçan. Kurse për funksionimin e dikasteri që ai udhëheq, paralajmëroi një portal të ri digjital, i cili do të ketë informacione të qasshme për opinionin. Po ashtu paralajmëroi takime me gazetarët 2 herë në javë me qëllim rritjen e transparencës.